Mirëditat nderuar të pranishëm dhe mirë se erdhët në këtë ditë të veçantë. Është një kënaqësi e madhe të shoh dashamirës të artit dhe fjalës së shkruar të mbledhur sot për të festuar botimin e një vepre që premton për të lënë gjuhëm të thella në zemrat tona e njëkohësisht edhe në letërsinë tonë shqipe. I nderuar nënkryetar i komunës, zotri Hasan Aliu, kryesuesi i kuvendit, zotri Bekem Azizi, drejtori i kulturës, zotri Valmir Sahiti, redaktori i librit, i cili është duke ardhur rrugës, zotri Berat Batiu, përfaqësues të shoqatës së shkrimtarëve në Viti, shkrimtarë të dashur, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, e dashura Mirlind, familjarë të dashur dhe jo mysafirë të tjerë. Sot do të zbulojmë bashk botën e brendshme dhe emocionet e fuqishme të përmbledhura në librin Pesha e heshtjes të autores Mirlind Abazi. Për mua personalisht, kjo është një ditë me domethënie të dyfishtë. Mirlinda nuk është vetëm një shkrimtare talentuar, por edhe një shoqe e ngushtë e imja dhe kolege. E di nga afër se sa thellë ndjen ajo fjalën dhe sa me pasion i qaset krijimtarisë. Andaj, për mua është nder dhe kënaqësi e papërshkrueshme që pikërisht ta kem mundësinë ta prezantoj sot punën e saj të mrekullueshme. Pesha e heshtjes flet për ato gjëra që shpesh mbeten të pathëna, por që mbartin me vete të gjithë botën. Andaj, para se të kalojmë në pjesën tjetër të këtij takimi, dua që këtë takim ta hap para jush me njërin prej poezive të veprës, e cila titullohet Forcë nga plagët. U bana më e fortë, prej plagëve që më shkaktoi, i gjeta copat e zemrës që ai kurrë s'mi vlerësoi. Isha shumë e thyeme, e zbesoja në veten, zbesova që prap muj me dasht njejt jetën. Ta fala shpirtin e kohën teme, e prej teje mora veç fjalë të rreme. E tash që jam kfjellu e di sa vlej, s'ta du as lutjen e as faljen që ma thu. I lash pas krejt që ka mërzun, e prej asaj hije ja dola prap me u forcu. Krijimtaria dhe kultura janë shtylla e një shoqërie të shëndetshme dhe ne jemi të nderuar që sot na bashkohen edhe për krahas të palëkundur të artit. Njëri prej tyre është edhe drejtori për kulturën dhe sport, zotri Valmir Sahiti, nën përkujdesin dhe mbështetjen e secilit është mundsuar sot edhe ky promovim. Andaj dua t'ja kaloj fjalën zotrit Sahiti. Nderuar pranishëm, i nderuar nënkryetar i komunës Vitin zotri Hasan Aliu, kryesuesi i kuvendit komunal Bekem Azizi, kryetari i shoqatës së familjeve dëshmorëve zotri Ademi, kryetari i shoqatës së veteranëve të ushtrisë shkrimtare Degan Vitin zotri Quni, drejtor Pira, kryetari i shoqatës shkrimtarëve zotri Abazi, përfaqësues të ndryshëm, profesor intelektual, dashamirës të artit e të kulturës, shumë nderuara familja Abazi, drejtori i shkollës fillore Kenan Halimi, shkollës vendlindjes nga kolla unë ku mor hapat e parë bashkë edhe me Mirlindën. Kënaqësi që sot t'jemi bashkë në promovimin e një libri të veçantë të autores së re Mirlinda Abazit. Padyshim sot nuk po del në dritë vetëm një libër i ri, por po del në dritën e skenë edhe një autore e re. Sot Mirlinda, një vajzë e jashtëzakonshme, me një entuziazëm të jashtëzakonshme, me një përkushtim të vazhdueshëm, po hap rrugën e saj të re, rrugën e krijimtarisë letrare, për të cilën natyrisht i nevojitet mbështetja e dora e secilit prej nesh. Mirlinda, urime për librin e ri, urojmë që krijimtaria juaj letrare e publicistike të vazhdoj, dhe kjo audiencë jashtëzakonshme pas një dyshim që pret
edhe shumë tituj të ri, edhe shumë libra të ri, sepse një vajzë me shumë talent dhe në një moshë kaq të re, si ti jemi të bindur që ka shumë çka ti ofroj audiencës dhe lexuesit në të ardhmen. Prandaj pas një dyshim, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport dhe institucionet komunale në Vitin bashkarisht gjithmonë kanë qenë për kraje të gjithë talentëve të rinj, për kraje të artit, kulturës, e të rinjve, dhe kjo mbështetje natyrisht që do të vazhdojë edhe me tutje, prandaj shëndet, suksese dhe gjitha të mira, ty dhe gjithë rinjve të Vitis. Faleminderit. Faleminderit për fjalën zotri Sahiti. Tani për një fjalë përshëndetse do doja të ftoja edhe në kryetarin e komunës së Vitis, zotrin Hasan Alia. E nderuara familja Bozi, shumë respektuar autore e librit të cilët sot na ke të vu në këtë takim promovues Mirlind, i nderuar kryesues, drejtorive, drejtori i kulturës, i bujqësisë, dy kryetarë të shoqatave të dollar nga lufta, Gjevdet, Idris, dhe ju audiencë të cilët sot keni gjetë kohë që t'jeni këtë promovim, të cilët une e posh titullin dhe do të nona pak rreth titullit pa e ditë mbrëndin se çka ka në mbrëndi, çka na ka sjell Mirlinda. Pse o nona të titulli se i takoj një gjeneratet të cilët mboni përshtypje shumë. Kjo heshtja të cilët po shumë këtu. Tu fillu prej këtu në rand parë, që ndoshta një prej jona i kulminacioni apo e korora që këtë heshtje në fund e kanë thy, na i kanë pru lirin që pusha shumë luftëtar, por me gjitha të ishin ato vitet 90-a lëvizjet kur e thyn heshtjen, shefiki pun shqyqan prej atje se e din se generatat e tona se qka ka qenë dhe qka do me thonë heshtja kur ti e manë mbrendi dhe su në thu, kur ti i shijon studimet dhe së në ke thonë kurat që do është të thush, dhe ti ke lexuar atë të cilët edhe kanë shtremu edhe historinë, dhe pikrisht kjo më boni përshtypje që Mirlinda kishte nisë me një titull shumë të fuqishëm. Dhe nga ky titull shumë i fuqishëm unë pres me të vërtet pres një krimtari tonën të cilën ata të cilët kanë rast ndoshta me të përcjell, inshallah të punën shëndeti, besoj se ti ke me qenë një prej krimtarëve shumë që do t'i afrosh lexuesve, jo vetëm vitjas, po mbarë lexuesve shqiptar, kudo që jetojnë se letërsia nuk nje kufi. Aja nje vetëm me ka atonën e vetë, që të gjithë lexuesve më afru atë të cilët e përjetojnë, atë të cilët ka kalu që jo përmes vargjeve apo përmes tregimeve e shfasnin në libër. Prandaj uroj që shëndeti dhe sukseset më të ndalësin për cilësin gjithherë dhe uroj që krahas teje si model të morrin edhe gjenerata tjera se një femen e fuqishme po hin tash e tutje si jemen letërsinë shqiptare dhe do të legjun edhe në viti e magjer. Urime, shëndet dhe suksese. Tani do të ndalemi sërish te thelbi i asaj për cilën jemi mbledhur sot, pra te poezia. Nga tema e parë që trajtuam në poezinë e parë, nga dashuria, tani do të kalojmë në një temë tjetër që trajtohet në peshën e heshtjes, poezi të cilën autorja Bazi e ka titulluar Larg familjes. E ty, gurbet, më kaluan shumë vitet mia. Besa me shumë bindje them vitet më të mirat mia. Kalova tani rinin tam ty. Pa e kuptu ason se si munda me mbet këtu. Nuk pash as gjatë bukur në këtë vend, po vete si tash. Për vete e familje, diçka duesh me ba. Mora një çantë e unisa, po kur erdha këtu, sish asgja ashtu si që prita.
Kisha vetëm një dhomë me një dritare, e në atë fillim shpesh ka mbet edhe buk pa ngran. Gjeta një punë e fillova të i punu, e kur më pyet ke nana i thoja, oj nan, s'ko ka keq as këto. Una isha pa vullnet e me shumë siklet, se në vendin e huaj as kush s'pondi ka me vlerë një ashtu si kur në vendin e vetë. Më shikonin me habi e qeshnin me mu, kur i thoja se mali për familje gjdo dit po shkon duke mushtu. Më thonin si e i vogël e as i vetmi. Pas një kohë e kino mësu këtu, e natë Kosovë s'ka me të shku. Po jo, nuk m'dull ashtu si që më thanë, se malin për familjen e për atë tokë, gjdo mërgjimtar në zemër e mbanë. Ndëruar të pranishëm, poezia është shpirti i botës, i shkruar me shkronja, dhe Mirlinda Abazi është një mjeshtre në këtë artë. Ajo ka shkruar për ne, nga ne, dhe natyrisht se ne presim me padurim të dëgjojmë nga vetë ajo për këtë proces, për frymëzimin dhe për peshën e vërtetë të heshtjes. Andaj, me duartrokitje tuaja të ngrata, mirëpresim autorën e librit Mirlind Abazin. Përshëndetje për të gjithë ju të praneshëm. I nderuar nënkryetari zotri Hasan Alia. I nderuar kryesuesi i Kuvendit Komunal zotri Bekem Azize. I nderuar drejtori për kulturë zotri Valmir Sahite. I nderuar kryetari i shoqatës së shkrimtarëve në Viti zotri Fadel Abazi. Të nderuar shkrimtar, përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, shumë i respektuar i redaktori i librit zotri Berat Batiu, të nderuar ish profesor të mi, familjar të dashur dhe të gjithë të praneshëm të tjerë. Fillimisht, dua t'ju falenderoj gjithë secilin prej jush që morët pjesë në promovimin e librit tim. Prania juaj, fjalët e mira dhe mbështetja që mi keni dhënë gjithmonë e bën këtë ditë edhe më të veçantë për mua. Falenderoj drejtorin e kulturës, zotri Valmir Sahitin, për mbështetjen e dhënë. Në veçanti, dua të falenderoj kujdestarin tim gjatë shkollimit të mesëm, zotri Milot Hazirin, i cili më ka shtyrë të besoj gjithmonë në ëndrat e mia. Falenderoj redaktorin e librit, zotrin Berat Bation, që me anë të tij u bë më i lehtë realizimi i librit. Po ashtu, faleminderit edhe ty Florind për moderimin e jashtëzakonshëm që realizon gjithmonë dhe për gjithë mbështetjen e vazhdueshme që ma ke dhënë. Pa ju marrë shumë kohë, dua t'ju tregoj pak për këtë rrugtim timin. Për mua, nuk ishte e lehtë ta merja këtë vendim, pra të vija tek botimi i librit. Nuk e mohoj se kam shkruar qysh prej e vogël poezi e esej që për mua ishin fillimi i këtij libri. Kam dashur qysh e vogël të kem një libër timin, një diçka që mua sa do pak më përmbush. Kam shkruar kudo e në orë të ndryshme. Më ka pëlqyer të ik realitetit në këtë mënyrë. Në këtë libër kam shprehur forcën, mallin për familje gjatë kohës kur isha në mërgem. Kam shprehur historitë të ndëgjuara nga njerëz të ndryshëm. Po ashtu, shkurtimisht jam munduar të paraqes se sa me fat jam për prindërit që i kam. Nuk ka qenë askush në dieni për këtë libër, madje edhe unë shumë herë vetë kam shtangur. Por fal mbështetjes së familjes dhe shoqërisë time, ja dola. Jam shumë falendëruese për gjithë secilin prej jush që ju kam në jetë dhe shpresoj t'ju kem sa më gjatë. Veçanërisht falenderoj familjen time që i kam pasur forcën dhe mbështetjen më të madhe në çdo hap timin dhe që padyshim fal tyre jam këtu sot. Faleminderit edhe një herë që gjetët kohë sot për mua. Dua të përshëndes dhe kryetarin e shoqatës së shkrimtarëve që ka shprehur dëshirë ta marr fjalën, zotrin Fadel Abazin, të cilin e ftoj të vijë këtu në foltore. Faleminderit, përshëndetje për të gjithë. Në emrin e shoqatës, ju përshëndes gjithëve për këtë aktivitet mirë se keni ardhur në këtë tubim letrar. Unë e mora librin për vikend dhe arrita të bëj një recension të shkurt rreth poezisë, sepse ashtu si tha dhe nënkryetari, vetë tema edhe titulli bën kurreshtar.
me pas sa është pesha e heshtjes, sa është heshtja, sa është emocioni i heshtjes, që autori janë nxjerr, unë e përgëzoj se ka arrit domethënë me një përfillestar, domethënë ka arrit me nxjerr atë emocionin e vetë në mënyrë drejt për drejt. Kështu që unë e përgëzoj për librin, edhe e përgëzoj për arritjen, edhe për mundësinë. Prandaj unë e kam marrë një vlerësim kështu pak a shumë. Përveç fjalës, domethënë që përshëndetje që marrë në mund shoqatës si organizator. Deshta me i shprej edhe disa mendime rreth krijimtarisë letrare të Mirlind Abazit. Libri Poezi e heshtjes, pesha e heshtjes, krijimtaria letrare e Mirlind Abazit përfaqëson një zë modern, të lirë, drejt për drejt dhe emocional, i cili rrënjoset në realitetin e përditshëm të gjuhës, ndjenjave dhe përvojave jetësore. Poemat e saj shqunë për një sinqeritet pa përpunuar dhe një shprehje të hapur të bërësisë njerëzore, i cili shmangat atij stilit artificial dhe të thatë dhe shpeshherë din ta dominojë poezinë moderne, por zgjedh gjuhën e natyrshme të bisedave, gjë që i ofron lexuesit thjesht e drejt për drejt përjetimet e saj. Dhembja dhe sentimentalizmi modern i poezisë. Motivi qendror në poezitë, në shumicën e poezive është emocion, jo vetëm si metaforë, por edhe si gjendje vazhdueshme e brendshme, për shembull poezitë si plagë e heshton për te plagës dhe i treton dhembje, e vendosin autorin në traditën e poezisë së dhimbjes intime, e cila nuk përkon patetizëm, por e shfaq lëndimin për jetimin me fjalë shumë të thjeshta. Ky minimizim i shprehjes është një nga pikat e forta të saj, ndjenjat nuk storisin tekstin, por e ndërtojnë atë. Figura e plagës edhe pse përsëritur shërben si një që lidh bërësinë, kujtesën dhe procesin e lëndimit. Ndryshe nga poezia klasike, Abazi e shpreh formën e monologët emocional. Çdo poezi duket si një copë zyrtare rrëfyer me një zë të hapur. Kjo jep poezisë një karakter rrëfimtar që ndërton ritmin jo përmes rimës, por përmes rrëfimit natyrshëm të ndërthurur me reflektim. Ky stil e vendos poezinë e Mirlindës brenda rrymës së poezive të mediave sociale, ku komunikimi ndjenja fiton prioritet ndaj figuracionit të ndërlikuar. Megjithatë, ai arrin të ruajë një autenticitet që shumë autorë së rrymë nuk e gjejnë. Në shumë poezi përshkruhet një marrëdhënie që zhduket me kohën, një ndarje që nuk vjen si akti me një hershëm, por si zbrazje graduale. Poezia dashurie në distancë është një shembull i qartë i këtij rrëfimi emocional, ku distanca fizike kthehet simbolikisht në distancë shpirtërore. Autori paraqet dashurinë si një ideal romantik, por si një përvojë që shpesh lë prapa peshë dhe shen. Ky realizëm emocional përbën një vlerë të rëndësishme estetike dhe krijon identifikim tek lexuesit e rinj. Në poezinë si në vetmi, forca në plagë, forca e vetvetes, autori zhvillon një dimension tjetër poetik, procesin e forcimit pas vështërsive. Përkundër dhimbjeve, e shpalos shpesh në këtë poezi shfaqet si tendencë e qartë drejt vetvlerësimit dhe mbijetesës emocionale. Ky tranzicion nga lëndimi në forcim dhe një element më të qëndrueshëm në identitetin e saj krijues është edhe përshkrues periudha të vështira. Toni e poezisë mbetet i kujdesshëm dhe nuk i bie barë për shkrimeve të rrezikshme të errta, përkundrazi e fokusohet në ruajtjen e shpresës dhe vetvlerësimit. Motivi i gurbetit, mallit dhe i familjes. Në poezinë Rruga për gurbet, larg familjes, Abazi largon temat e dashurisë dhe hyn në një fushë tjetër shumë të thellë, përvojën e emigrimit. Këto e ndërthur, mallëngjimin, sakrificën dhe identitetin për shkrimin e fillimeve të vështira, punës lëshme dhe mungesës së familjes si një lloj realizimi social, që i jep krijimtarisë së saj një dimension më të gjithëshor. Ajo nuk e harron rënjet, i këndon familjes dhe ndërton veten si personalitet brenda familjes dhe rrethit social që e rrethon. Originaliteti mbetet element kryesor, nuk ka dramatizim, as nuk ka improvizim, por një tregim të ndershëm. Vlerësimi kritik mbi poezinë, pse poezia Mirlindës janë të fuqishme emocionalisht, ka disa drejtime që krijimtaria e saj mund të pasorohet, motivi i plagës përdoret shpesh në variacione figurativ,
edhe si e tillë me shumë thellësi estetike. Abazi i qëndron besnike vargut lirë, një eksplorim i rimës, ritmit ose i formave të tjera do të pasuronte tekstin. Poezit janë më shumë emocionale sa imaginative, shtimi i skenave konkrete që rrit fuqinë poetike. Megjithatë, këto sugjerime nuk e ulin vlerën themelore të zorit të saj, sinqeritetit, pashosh dhe hapësisë për të shndruar përvojën individuale në përvojë përbashkët jetësore dhe poetike, duke e bërë atë përvojë artistike dhe për ta rrëfyer si poezi universale. Por edhe duke e shndruar atë në një thënie filozofike plot emocione, nga përvoja jetësore dhe ajo ka krijuar gjatë rritjes së vet njerëzore dhe poetike. Aja përvojës arrin pjekurinë e saj, edhe si personalitet, edhe si poete. Për fund, poetja Mirlinda Abazi ndërton një poezi që boran nga përjetimi i pastër emocional, i cili shpreh dhimbje, vetmi, shpresë dhe ndërkohë ndërton forcë për një gjuhë thjesht afërt me përditshmëri. E përfaqëson një zot gjeneratës së re që nuk kërkon të fshirë pas simbolikës së ndërlikuara. Aja shpreh haptas, ndjenja dhe format e saj përcjellse si dhimbja dhe aja gjen bukurinë poetike pikërisht në hapjen emocionale. Krimtaria e saj më shumti prek, sepse është reale, është e vërtetë. Dhe nëse jo, aja shprehet me një vërtetësi shumë reale. Faleminderit. Faleminderit nderuar për këto fjalë. Përpara se dëgjojmë analizën profesionale të veprës, le ta mbyllim ciklin e leximit me një poezi të fundit. Poezia e tretë e përzgjedhur për sot nga libri Pesha e Heshjes, e që do e lexoj tani, është titulluar Nan, dashnia jem e përjetshme. Nan, shkruaj për ty e pas kam vështirë, se s'mund të flas në mes të rreshtave, për dikan që është gjithçka që kam. Mprehnin tanë nan, shpirti jem s'ndjehet asnjëherë bosh. Në fytyrën tanë nan, shoh gëzim e shpesh edhe lot. Ja ke nis me thanë, m'kan dalë rrudhat e besa kam fillu me u plak. Po në sytë e mi, ti ke me mbet gjithmonë e njëjta nan. Ti që për me pa buzëqeshjen fytyrat tona, harrove andrat e tua, e le ana çdo gjë që mendimet tua kishe krijuar. Ja dole nan, na rrite e na edukove, na dhe gjithçka e besa ma shumë se sa mendove. Po nan, të kam pas në krah gjithmonë, prej momentit që jetën madhurove, e lutem me të pas mbështetjen tëm më të madhe për sa më shumë kohë. Nan, ti e gruaja më e fortë që e kam taku najherë. E mu m'kish mjaftu vetëm sa gjysma jote me qenë. Nan, ma ban halal, që fjalët për ty s'pata forcë me i përfundu. Është e vetë një faqe që fjalët m'kan mbaru. Se dashnin tane, nan, po friksohem që s'mundem me ja dal, mirë me përshkru. Pas çdo vepre të madhe, natyrisht se qëndron edhe syri kritik dhe ndihma profesionale e redaktorit të librit. Për na folur më thellë për strukturën, vlerat letrare dhe rrugtimin e këtij libri drejt botimit, ftoj redaktorin e librit, zotrin Berat Batiu, që ta marrë fjalën. Përshëndetje. Para se të filloj të flas për librin, kërkoj falje për vonesën, jam nisë në ora 8 për Prizrenit, mirë po duke pasur disa obligime edhe në një vend tjetër dhe e ngatrova rrugën dhe kështu që nuk mujta të vi në kohë të caktuar. Prandaj kërkoj ndjesë edhe për autorës, prindërve dhe të gjithë juve të pranishëm. Me kënaqësi të madhe përshëndes të gjithë të pranishmit, përfaqësuesit të pushtetit të cilit unë nuk i njoh. Gjithashtu përshëndetje në emrin tim, në emrin shtëpisë botuese Fidonit, që është një shtëpi botuese më tash gjithë kombëtare, sepse ajo ka botuar vetëm këtë vit afër 100 tituj dhe jo vetëm nga
Prizreni e Kosova, po dhe nga Shqipëria dhe nga Maqedonia të autorëve të ndryshëm. Prandaj e falenderoj edhe Mirlindën që ka zgjedhur shtëpinë botuese Fidonje. Nuk është vepra e parë e Mirlindës, ka pasur edhe vepra të tjera që janë botuar në shtëpinë botuese Fidonje para kësaj vepre, edhe autorën nuk e njoh atë tjetër, ndoshta është këtu. Jo Stenka. Edhe gjatë punës që kemi bë për redaktimin e librave, shpesh herë kam hasur në rezistencë të fortë të Mirlindës, e cila disa gjona nuk i pranonte dhe donte ajo që unë të bëj rregulla, skeljet e rregullave të estetikës dhe të teorisë së letërsisë, mirë po duke parë qëllimin e saj, të vërtet dhe të sinqert, atëherë edhe unë kam pranuar të lëshoj disa gjona të cilat që ajo i ka kërkuar. Përdor dialektin e të folurit të Vitis, që ne nuk duhet të jemi kundra dialekteve të tona, përkundrazi duhet t'i kultivojmë edhe përmes librave, këtë e ka bërë Mirlinda me shumë sukses. Për mos me zas shumë për lexoj, megjithëse do të sigurisht do t'ju keni edhe librat dhe në fund të librit është i votuar recensioni im, po për hir të rëndit që duhet po e lexoj. Pesha e heshtjes është një vepër poetike që nuk shfaqet me zë të lartë, por përkundrazi flet me një forcë të heshtur që të vërton thellë. Poezia e Mirlinda Abazit është natyrshme, e sinqertë dhe plot jetë të jetuar. Ajo nuk shkruan për të bërë poezi, ajo shkruan sepse nuk e ka mundur të mos e bëj, dhe kjo është shenja e parë e autenticitetit poetik. Në këtë përmbledhje, lexuesi përballet me një zë që flet nga plagët, nga mungesa, nga dashuritë që nuk u mbyllën, por mbetën të hapura si dritë që shmbyllën kurrë. Ndjenja e dhimbjes është e pranishme, por jo për të viktimizuar, është e pranishme për të dëshmuar një realitet emocional që shpesh heshtët. Sipas temave, libri përfshin një gamë të gjerë për jetimesh, dhimbja e ndarjes dhe zhgënjimi në dashuri, procesi i brendshëm i rimbikëmbjes dhe gjetjes së vetës, malli për dheun dhe familjen në kurbet dhe nderimin për figurën prindore dhe rrënjët familjare. Pozit janë të ndara në kapitull tematik që pasqyrojnë këtë udhtim emocional nga plagët e dashurisë të zërat e heshtur të brendshëm që më së shumti dëgjohen kur gjithçka të jetë heshtë. Nga ana stilistike, Mirlinda Abazit shkruan në të formën e Kosovës të papiltruar për hir të standardit, por të përpunuar me kujdes për ritmin dhe qartësinë. Ajo përdor vargje të thjeshta, pa figurat të tepërta letrare, por me një insistim emocional të jashtëzakonshëm. Në vend të metaforave të zbukuruara, ja u përdor drejtësinë e fjalës së drejt për drejt dhe pikërisht kjo e bën poezinë e saj të prekshme. Ky libër është një dëshmi intime, është zëri i një gruaje që ka ndier shumë dhe ka shkruar pa frikë nga gjykimi. Pozit e saj janë copa shpirtit të mbajtura për një kohë të gjatë brenda, që më në fund kanë gjetur guxim të marrin frymën e letër. Si redaktori kësaj vepre janë përpjekur të ruaj zërin autentik të autorës, duke përmirësuar formën teknike pa prekur natyrën e saj të brendshme. Ky libër nuk është një eksperiment letrar, është një dokument ndjenjesh, një hartë emocionale e një kohe, në një vend dhe në një zemër që ka ditur të mbijetoj. Lexuesi nuk të dëgjoj këtu poezi të ndërlikuara, por të dëgjoj diçka më të rrallë, atë të vërtetën. Ky është vështrimi i shkurt, edhe pse ky libër meriton të analizohet edhe prej analistave të letërsisë, prej kritikëve letrar, edhe më tutje, sepse vërtet mund të gjem gjëra jashtëzakonisht të cilat e përkupojnë rinin tonë, sidomos në këtë kohë kur jetojmë. Ju faleminderit. Zotri Batiu, faleminderit për këtë analizë për librin Pesha e Heshtjes. Tani fjala do të kaloj tek ju të pranishëm, nëse dikush ka ndonjë koment
kritik, sugjerim çka do qoftë rreth librit, s'kena për ju. Atëherë nëse nuk ka dikush prej jush që dëshiron të flasë, të nderuar të pranishëm, me këtë përfundon pjesa zyrtare e promovimit. Shpresoj thellësisht që vargjet pesha e heshtjes të kenë prekur shpirtin tuaj. Ju inkurajojmë të merrni një kopje të librit e cila do të jetë në dispozicion në fillim të sallës dhe të takoni nga afër Mirlindën dhe pse jo të merrni edhe një dedikim. Për të vazhduar bashkë këtë festë të fjalës, ju ftojmë të gjithëve në koktejlin e organizuar në pjesën e galerisë. Le të kemi pra mundësinë që të shkëmbejmë mendime dhe të bisedojmë me autorën rreth krijimtarisë së saj. Faleminderit gjithëve dhe miru takofshim.